Përshëndetje miqtë mi. Ndonjëherë disa njerëz kërkojnë të dinë arsyen pse Perëndia u ka dhënë gjërat që kanë. Të tjerë ëndërrojnë të kenë gjërat që nuk i kanë pasur kurrë, e kërkojnë të dinë arsyen pse nuk i kanë. Personazhi i historisë tonë të sotme hyn tek grupi i dytë. Megjithse pati një fëmijëri shumë të vështirë, ai zbuloi sekretin e suksesit në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 329, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Ushtar, dëshmia që dhe ishte shumë e fuqishme. Faleminderit, zotëri. Në këtë vend nuk ka ndodhur asnjëherë që kaq shumë burra të rrëfejnë mëkatet e tyre. Kështu tha edhe komandanti i postës ushtarake, zotëri. Ti je pjesë e studimit tim biblik, apo jo? Po, zotëri, jam. Vi edhe në orën e mësimit të vargjeve biblike. Unë e dua fjalën e Perëndisë. Të di se kam qenë duke kërkuar dikë me këtë lloj përkushtimi që të bëhet sekretar në zyrën time, për t'ju dëshmuar bashkëpunëtorëve dhe miqve. Do të pëlqente të punoje në zyrën e auditit të postës ushtarake? Sigurisht që po, zotëri. Atëherë do të përgatis letrat për transferimin. Dakord? Deshe të më takonit, zotëri? Po, Harold. Eja ulu. Kam parë që ti punon shumë, por ke hasur vështirësi me punën tënde si sekretar. Tani e di arsyen. Mendoj se ju kuptova. Ju kanë ardhur rezultatet e provimeve nga zyra e edukimit, zotëri, kështu? Pikërisht ashtu. I kam këtu. Harold, ti lexon sikur të ishe në klasë të tretë. Në programin tonë të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi i historisë tonë të sotme shihte ëndra me sy hapur në vend që të mësonte në shkollë dhe në moshën 16 vjeçare hoqi dorë krejtësisht prej saj. Në përfundim të historisë së tij, do të mësojmë për guximin dhe arritjet e tij të jashtëzakonshme. Kjo është dëshmia e vërtetë e Harold Whitmer, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Pasi dëgjova ungjillin në moshën 17 vjeçare, unë ja dorëzova jetën Krishtit, por nuk mund ta lexoja Biblën. Një natë kur isha në kish, vajza që ishte ulur pranë meje, e kuptoi që nuk mund të lexoja dhe më tha se do të më ndihmonte të mësoja. Fej ishte në vitin e fundit të shkollës së mesme, kështu që ne takoheshim në shtëpinë e saj dhe ajo filloi të ndante fjalët në rrokje. Vazhdo ti tani, lexo aq sa të mundesh. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm Mirë, do të ndajmë në rrokje këtë fjalë. Vetëm lindurin. Birin e tij të vetëm lindurin që Kush do dy rrokje. kushdo që Sërish dy rrokje. beson në të Mos mos humbasë, por të ketë jetën e përjetshme. Shikon sa shumë po përmirësohesh? E mbaj mend këtë vargun. Natën që u shpëtova, pastori më foli rreth ti. Gjendet te kapitulli 3 i Ungjillit të Gjonit, vargu 16. Ndihem kaq i pavlerë. Duhet kisha mësuar në shkollë. Në atë kohë nuk e qenë i motivuar, Harold, ndërsa tani je. Isha me të vërtetë i motivuar. U bëra pjesë e grupit të rive në kish, edhe çdo gjë të vogël që mësoja u thosha të gjithëve, duke i treguar për atë që Jezusi kishte bërë për mua. Një të shtunë kur po shëtise në park, kalova pranë një pianeci që ishte shtrirë në një stol. Përshëndetje, çfarë po bëni? Me mua po flet? Po përpiqem ta fle. Kanë ndonjë gjë për të pirë aty? Kam diçka më të veçantë. Kam lajmin e mirë. Ju kanë folur ndonjëherë për Jezusin? Për Jezusin? Kam dëgjuar për të kur isha i vogël. Ai mund t'u ndryshojë jetën, zotëri.
ashtu si që bëri me timen. Ashtu? Po si? A i të jep një arsye për t'jetuar. Për mua arsyeja e jetës është alkooli. Zotri, ju keni një boshllëk të madh brenda jush. Edhe unë gjithnjë bosh jam djerë. Askush nuk më jepte një zgjidhje. Një natë pash qiellin dhe thash, nëse ti Zoti je atje lart, do të doja shumë të njija. A të kthejmë përgjigje? Po, por në kohën dhe mënyrën e ti. Kur shkoja në punë kaloja pranë një kishe dhe brenda meje e dija që atje do të gjeja përgjigjen. Ashtu? Po, një natë kur po shkoja në pistën e patinazhit, u ktheva në kishë dhe dëgjova për Jezusin, se si ai dha jetën e tij për mua, që unë të merrja faljen e Perëndis dhe jetën e përjetshme në qiell. E vërtet është kjo që thua? Shumë e vërtet dhe është për të gjithë. E kam mësuar përmendësh vargun që thot, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Të me thënë ti e beson këtë. Unë nuk i kam folur asnjëherë një të huaj kështu më parë, por dua që e gjithë bota ta njohë Jezusin. Si mund ta kemi edhe unë atë që keti? E jani në kishë të dielën në mbrëmje, në zonën Pine dhe Maple. Do të takohemi atje. Ai erdhi në kishë dhe kur u dha ftesa për të bërë lutjen e shpëtimit, ai doli përpara siç kisha bërë unë dhe pranoi Krishtin. Pas kësaj kisha një dëshirë për të folur me të gjithë. Grupi i të rinjve organizonte takime në rrugë ku ndanim dëshmitë tona. Unë dhe Fej ktheheshim bashkë në shtëpi dhe diskutonim rreth këtyre takimeve. Je shumë i guximshëm kur i flet të tjerëve për Jezusin, Harold. Të gjithë kështu duhet të jenë. Nuk e di nëse të kanë thënë, por unë prezantoj një program radiofonik për të rinjt që zgjat 30 minuta. Me të vërtet? Po, ne këndojmë dhe ndajmë dëshmi për punën që Perëndia ka bërë në jetën tonë. Do të pëlqente të jepje dëshminë tënde javën e ardhshme? Po pse jo? Mjafton që të mos lexoj. Jo, nuk e për të lexuar gjë. Thjesht trego atë që Jezusi ka bërë për ty. Shumë mirë. Po tyja do të pëlqente të pije një limonadë me mua para se të shkoje në shtëpi? Unë punoja në një rroba qepsi. Ju dorëzoja copa mira grave që qepnin kostume gjumi. Kur ato më pyetën se cila ishte arsyeja e gëzimit tim, ua tregova. Gjithashtu fola me djemt dhe menaxherën e përgjithshme. Ja përse fytyra jote ndriçon kaq shumë. Ndriçon? Shumë madje. Të pash kur po bisedoja me djem gjatë kohës që po hani drekën, ti rrezulleje. Ata më pyetën pse jam kaq ndryshe nga të tjerë dhe ua tregova. Tani jam më i zoti në të folur, zonja Schönberger. Më bëhet qefi, Harold. Këtë fundjavë do t'jap dëshmi në radio. Në radio? Po, një vajzë nga kisha prezanton një program për të rinj që zgjat 30 minuta. Ka muzikë dhe dëshmi. Ajo më kërkoi të ndaja dëshminë time. Do t'jetë eksperiencë mjaft e mirë për komunikimin në publik. I jam mirënjohës i Jezusit për këtë. Nuk më mjaftojnë fjalët për ta falendëruar. Ai ka bërë një ndryshim të madh në jetën time. Shefja më kërkoi të ndaja dëshminë me stafin administrativ dhe më pas me punëtorët. Ajo nuk ndaloi së më ndihmuari me shërbesën time. Feji u bë e dashura ime dhe gjithashtu me besnikëri më mësoi të lexoja. Kështu kaloi thuajse një vit. Harold, në shtator nuk do mund të të ndihmoj dot. Do të vazhdoj shkollën e lartë në Minneapolis. E di, edhe do të marr malli shumë për ty. Edhe mua do të më marr malli, por mund të shkruajmë letra. Po pra, edhe ti mund të më korrigjosh gabimet. Pse jo? Ide e mirë. Unë nuk do të jem asnjëherë javë të vazhdoj shkollën biblike Fej. As gjimnazin nuk e kam bërë. Mos u dorëzo, Harold. Ti je mjaft i zgjuar dhe Zoti do të të ndihmoj. Dua shumë që të shërbej me kohë të plotë. Merr zemër se ne nuk dim çfarë na pret në të ardhmen. Tani ti kthehemi punës. Fillo të lexosh këtë. Por para së gjithash, kërkoni mbre të ri në e Perëndis dhe drejtësinë. Dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Të lumt. Por përpara së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Isha i shqetësuar. Fej po bëj gati për t'u larguar. Ajo nuk ishte thjesht e dashura ime. Ishte personi që po më mësonte të lexoja. Po tani si do të diplomohesha? Më pas dëgjova disa djem që po tregonin se ishin diplomuar nëpërmjet shërbimit ushtarak. Kështu u futa në ushtri. Erdhi koha që unë dhe Fej të përshëndesnim njëri tjetrin. Kam diçka që dua ta lexosh kur të shkosh ushtar, Harold. Një Bibël?
Shumë faleminderit, Fej. Është shumë e veçantë. Lexoje pak ato që të kam shkruar në pjesën e brendshme të kopertinës. Ky libër do të mbaj larg mëkatit, ose mëkati do të mbaj larg këtij libri. Fjalë me vend. E shikon? Tani lexon mirë. Faleminderit ty edhe Perëndis. Ku do të bëhet trajnimi fillestar? Në Fort Dix të New Jersey-t. I shkruaja letra, Fej, dhe ajo më korrigjonte gramatikën dhe gabimet drejt shkrimore. Pasi përfundova trajnimin fillestar, u ofrova të shërbeja. Kur u hodha me parashut nga një kull 10 metra e lartë, thira Perëndin dhe i thash: "Duhet të përjetoj gjëra të tilla për të dëshmuar fjalën tënde?" Fillova të shkoja në një studim biblik dhe u bëra pjesë e një grupi që mësonin përmendesh vargjet biblike. Një natë dhash dëshminë time në postën ushtarake. Këto fjalë janë nga letra e Romakëve, kapitulli 10, vargjet 9 dhe 10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Por si mund të besojmë? Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, flitet për një burr që po përpiqej të besonte, por nuk dinte si. Jezusi i tha: "Nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndis." Ju mund të rilindni pikërisht këtu në postën ushtarake. Nëse pendoheni për mëkatet dhe ja rrëfeni ato Perëndis, ai do t'ju falë dhe do t'ju pastroj. Sikur të mos kishit mëkatuar asnjëherë. Tani hidheni hapin dhe dorëzojani jetën tuaj Jezusit. Në fund të dhomës qëndronte një kolonel, i cili erdhi të më takonte pas shërbesës dhe më kërkoi të punoja për të si sekretar. Pranova, dhe një ditë ai më kërkoi të sillja disa dokumente të rëndësishme. Harold, të lutem, lexomi pak këto materiale. Zotëri, unë nuk mund të lexoj. Si the? Nuk mund të lexoj, zotëri. Në shkollë e kaloja klasën sa për të mos ngelur derisa hoqja dorë. E po, nuk mund të vazhdojmë kështu. Do të regjistrojmë në një program edukimi për të rriturit. Mësimi bëhet natën, ndaj nuk do të kesh probleme me detyrat e tua si ushtar. Do të më pëlqente shumë, kolonel. Dhe vazhdo ti mësosh përmendesh vargjet biblike. Perëndia do të shpërblej për këtë. Ata më vunë në provë dhe atëherë kuptova se lexoja si një fëmijë i klasës së tretë. Po kjo ishte mundësia që kisha kërkuar kaq shumë. Qëllimi im ishte të përfundoja shkollën e mesme para se Fej të përfundonte universitetin. Koloneli ishte pjesë e një grupi biznesmenësh të krishterë dhe më pagoi paratë që të udhtoja në vende të ndryshme për të ndarë dëshminë. Një nga këto udhëtime ishte në Chicago, ku vizitova Pacific Garden Mission dhe qendrën e krishterë ushtarake. Inspektori Harry Solnier u interesua për mua dhe gjithnjë kemi mbajtur kontakte me njëri tjetrin. Ai më mësoi gjëra shumë të çmuara që rritën besimin tim tek Perëndia dhe angazhimin personal për planet që Jezusi kishte për jetën time. Në maj të vitit 1958 mora pjesë në diplomimin e fejit. Harold, jam shumë e gëzuar që po të shikoj sërish. Ti e ëngjëlli im, Fej. Ku do t'isha tani nëse nuk do më kishe ndihmuar me leximin? E more diplomën në shkollës së mesme? Sigurisht që po. Tani mund të regjistrojmë në shkollën biblike. Jam shumë krenare për ty. E di që koloneli më ka dërguar në vende të ndryshme për të folur në drekat zyrtare të biznesmenëve të krishterë? Po, e di, është eksperiencë mjaft e mirë. Në fakt ai dëshiron të hap një qendër të krishterë ushtarake në Clarksville dhe më ka kërkuar të jem drejtues. Po kjo është fantastike. Së shpejti nuk do t'u thoj më. Ndaj mendoj se jam në kohën e duhur. Harold, më premto që sido që të shkojnë gjërat, do të vazhdosh shkollën biblike. Nëse do ta kesh të pamundur, mund të fillosh mësimin me korrespondencë. Të premtoj që po, Fej. Tani dua të pyes diçka. A mund të lutesh nëse është plani i Perëndis që të martohemi bashkë dhe të vish me mua në Tennessee? Unë të dua dhe dëshiroj ta kaloj me ty pjesën tjetër të jetës. Unë dhe Fej u martuam në gusht të vitit 1958 në Fort Campbell dhe gostinë e bëm në qendrën e krishterë ushtarake në Clarksville. Shumë shpejt Fej filloi të punonte si sekretare dhe t'ju shërbente ushtarëve. Gjatë kohës që shërbenim atje, shumë prej tyre e pranuan Krishtin si shpëtimtar. Në atë kohë shpërtheu lufta e Vietnamit dhe krejt papritur u përballën me një problem. Në dokument thuaj se natën e shkuar ishin bërë shumë akte vandalizmi. Shumë nga ushtarët janë dërguar në Azinë Juglindore dhe etërit nuk janë pranë fëmijëve për t'i disiplinuar. E vërtet, adoleshentët kanë nevojë për të dy prindrit dhe kjo është e rëndësishme. Ky është një problem shumë i madh, Fej. Bëhet fjalë për krime në adoleshencë. Duhet t'i ndihmojmë ata adoleshent. Ne jemi lutur, Harold. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Kam biseduar me disa nga djemt tanë.
Ata mendojnë se duhet i ftojmë në qendër dhe të punojmë me ta. Të punojë me ushtarë dhe adoleshentët në të njëjtën kohë nuk ishte ide e mirë. Kështu hapëm një qendër tjetër për të rinjt, ku strehonim ata që kishin probleme me ligjin. Me kalimin e kohës puna jon u bë e njohur. Një burr që po na ndihmonte të rimodelonim ndërtesën e kishës së vjetër, dëshironte që të takoja pastorin e ri të kishës së tij. Kështu që shkova për vizitë. Më fol pak për këtë shërbes, Harol. Ne i marrim të rinë nga sallat e gjyqit, i strehojmë dhe i edukojmë. Gjithashtu ndajmë ungjillin me shpresën se do të besojnë tek Jezus Krishti. Të kuptova. Më prit pak sa të ra sekretaren time që të nënshkruaj një çek. Pastor Bill, unë nuk kam ardhur që të më japësh para. Kam nevojë për ndihmën tënde, që t'ju flasësh këtyre të rinjve për Krishtin. Duam t'i shohim të ndryshuara jetët e tyre. Po në çfarë mënyre punoni ju me ta? Ju mësojmë shkrimet dhe duke ju bindur ne vetë Biblës, shpresojmë që ata ta pranojnë Krishtin dhe të shpëtohen. Të shpëtohen? Çfarë është kjo? Sepse kushdo që do ta thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Këtë thot Biblia tek letra e Romakëve kapitulli 10 vargu 13. Kam marrë pjesë në një seminar që fliste për letrën e Romakëve, por nuk e mbaj mend këtë varg. Lejon të ta tregoj. Sepse kushdo që do ta thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Çfarë do të thuash me këtë? Mbase duhet ta nisim me një lutje. Duke qenë se fole ti gjatë gjithë kohës, atëherë mund edhe të lutesh. Perëndi, këtu kam një pastor me probleme dhe nuk di si ta ndihmoj. Të lutem më ndihmo, sepse Perëndia e deshi aq Billin sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, që nëse Billi beson në të, të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Më fal Perëndi, të lutem më fal. Asnjëherë nuk e kam kuptuar që ti vdiqe për të më dhënë jetën e përjetshme. Prandaj nëse Billi është në Krishtin është një krijesë e re. Të vjetrat shkuan, ja të gjitha u bën të reja. Do me thënë, a i nuk ishte i shpëtuar? Jo, nuk ishte. Por tani është. Në një moment të caktuar ai kaloi nga vdekja në jetë. Sa mirë. Mendoj se kjo gjë është më e përhapur nga ç'mendonim ne. Në fakt, është e lehtë të thuash fjalët e duhura kur rritesh me fen. Njerëzit i ngatrojnë veprat e mira me shpëtimin. Jezusi është i vetmi që bëri atë që duhej bërë, në kryq. Na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Veprat e mira nuk mund të na shpëtojnë, por janë për ne që e njohim Krishtin. Më pas unë dhe pastor Billi ngritëm një kishë që mësonte Biblën, dhe ai u bë një ungjilltar i Zotit. Ndërkohë unë vazhdoja të shkoja në mësim për të marrë diplomën e shkollës biblike. Ne formuam një grup që lutej për nevojat e ndryshme në mbar botën, dhe gjithnjë shtyesha të lutesha për Rusin. Në vitin 1989, muri i Berlinit ra. Zoti punon apo jo? Asnjëherë nuk e kisha menduar se muri i Berlinit do të binte. Ai tregon fuqinë që ka lutja Bill. Tani mund të shkojmë në bllokun e vjetër komunist dhe të ndajmë ungjillin e Jezus Krishtit. Grupi ynë i lutjes po mbledh para për të bler Bibla në gjuhën ruse. Në gjuhën ruse? Po pse? Sepse do t'u japim ushtarëve rus. E di që në Gjermaninë lindore gjenden qindra mijëra ushtarë rus? Mendoje pak. Shumica e tyre nuk kanë pasur asnjëherë Bibla. E vetmja gjë që duhet të bëjmë është t'u çojmë librat atje. Kush e kishte menduar se një vend komunist do të lejonte që populli i tij të kishte Bibla? Kjo është vetëm dora e Perëndis. Gjithnjë kam ndier se duhet të lutesha për Rusin. Shiko se si Perëndia hapi një derë. Kjo është një mundësi shumë e mirë. E vërtet, Bibla do të shkojë në duart e atyre që nuk e kanë pasur asnjëherë një të tillë. Tani po lutem për dikë që t'i çoj librat atje. Po pse nuk shkon vet? Unë, në asnjë mënyrë, nuk kam dalë asnjëherë jashtë vendit dhe përveç kësaj unë nuk flas rusisht. Po ti nuk e pse flet rusisht. Thjesht do të shpërndash Biblat. Me ofrimet që mblodhëm, ne blem Biblat në gjuhën ruse, që unë i çova në Gjermaninë lindore dhe u shpërndava ushtarëve rus. Disa vite më vonë ushtarët u kthyen në Rusi dhe ne u çuam Biblat atje. Kësaj here feji erdhi me mua dhe ne vizituam një jetimore. Oh, Harold, e kam të vështirë t'i harroj fytyrat e atyre fëmijëve. Edhe unë, jetonin në kushte mjaft të vështira. Nuk kishin as infrastrukturë, as siguri financiare, as gjë. Tani jetimët janë në plan të dytë sepse e gjithë vëmendja ka kaluar tek ushtria, për shkak të luftës. Duhet të bëjmë diçka. Ne mund të lutemi dhe t'i kërkojmë Perëndis të na tregojë se si t'i ndihmojmë. Mendon se është e mundur? Ti e di që po. Ne nuk mund t'i marrim të gjithë me vete në shtëpi, por në një farë mënyrë mund t'ju asjellim shtëpinë këtu. Ke të drejtë. Me Perëndin çdo gjë është e mundur. Do të dalë të takoj disa njerëz nesër. Mbase do të mund të flas me ndonjë që ka pushtet këtu.
Të shohim se çfarë mund të bëjmë nga ana ligjore. Varfëria është shumë e madhe. Ata fëmijë kanë shumë pak. Nëse nuk do të mund të bëjmë gjë për ta, do t'ju ndajmë ungjillin. Kjo është thirrja ime, Fej. Jam i bindur për këtë. Ky ishte fillimi i shërbesës tonë me jetimët në Rusi. Atje mësova emrin e një gjyqtareje federale ruse. Kështu mora një kartolinë me vargun tim të preferuar dhe në vend të fjalës botën, shkrova emrin e saj. Më pas shkova në gjykat dhe ja dhash. Sepse Perëndia e deshi aq Gulnaren, sa dha birin e tij vetëm lindurin, që nëse ajo beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Tani do të lutemi që ti të shpëtohesh. Asnjëherë nuk e kam vënë në dyshim ekzistencën e Perëndisë. Vitin tjetër ne u rikthyem në Rusi për të shpërndar Bibla dhe rroba për fëmijët e jetimores. Atje ndihmuam një pastor me probleme, transformimi i të cilit bëri që shumë njerëz në qytet të besonin. Unë shkova të takoja gjyqtaren dhe biseduam me anë të një përkthyesi. Harold, ti kishe të drejtë. Tani jam e shpëtuar. Lavdi Perëndis. Më fol pak për këtë. Është një mrekulli e madhe. Fillova të shkoja në kish me ti me bi. Ajo pranoi Krishtin ndërsa unë hezitova. E kisha të vështirë të besoja se Jezusi ishte ringjallur prej së vdekurish. Më pas pësova një aksident të rënd. U përplasa me një kamion që ishte parkuar në rrugë. Doktorët thanë se nuk mund të mbijetoja, sepse të gjitha kockat më ishin thyer. Perëndia e shpëtoi jetën tënde. Po, por dhimbja e kokës ishte aq e fortë sa doja të vdisja. Më pas Perëndia dërgoi një pastor në shtëpinë time dhe biseduam deri në orën 3 të mëngjesit. Unë bëra lutjen e shpëtimit. Po dhimbja e kokës. Nuk ka më dhimbje koke, as edhe një. Doktorët kanë mbetur pa fjalë, edhe unë gjithashtu. Perëndia më tregoi se ai mund të ringjallë gjithkënd nga vdekja. Haleluja. Kam edhe diçka tjetër për të thënë. Para se Perëndia të më shpëtonte, mendoja se të gjithë të akuzuarit që dilin para meje ishin fajtor, ndërsa tani lutem për ta. Kjo është dora e Perëndis. Duaj që të gjithë të dëgjojnë për dashurinë e Jezusit. Ne u bëm miq me gjyqtare dhe së fundmi ajo erdhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhënë dëshminë e saj. Çdo vit në muajin maj ne shkojmë në Rusi dhe kalojmë kohë duke i rregulluar shtëpitë e fëmijëve një nga një. Duke qenë se toka nuk kushton shumë atje, ne bashkëpunuam me kishat për të blerë një fermë të vjetër të madhe, 500 akër, ku tani kemi një furrë buke dhe një qendër rehabilitimi. Gjithashtu kultivojmë perime për jetimorët dhe kemi një baxho. E gjithë kjo punë nxori në pa një nevojë të re. Kur u ktheva me Fej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bisedova me Billin dhe i tregova një video. Ne po e ndryshojmë jetën e atyre fëmijëve, Bill. Mahnitem kur shoh se sa të gëzuar janë, pavarësisht rrethanave në të cilat ndodhen. E pe fytyrën e asaj gruas në video kur i dham dhuratën? E pash, ishin vetëm $7. E po duhet të dish se ajo aq fiton në muaj. Me kaq pak arrim të bëjmë shumë. Ky është vendi për të cilin të kam folur, Bill. Dikur ka qenë një bazë sovjetike ku mbaheshin raketat. Por do të na lejojnë të përdorim mjetet që kanë lënë atje? Që ç'kem me të? Sidoqoftë droga dhe alkooli janë dy probleme të rënda në Rusi. Në fakt janë pasojat e imoralitetit dhe ateizmit. A nuk është madhështor Jezusi? Shikoj këtë vend që pret të përdoret për qëllimin e Perëndisë. Sa e madhe është? 500 akër. Që ka mjaft hapësirë e madhe. Po, por ndërtesat kanë nevojë për shumë punë. Ne mund t'i kthejmë në strek kur shpirtrat e njerëzve mund të riportërihen. Ku do t'i merrni materialet e ndërtimit? Perëndia do t'i siguroj, Bill. Gjithnjë ka siguruar. Kështu lindi shërbesa e tjegullave. Ne kishim nevojë për shumë materiale ndërtimi për riparimin e pronave në Rusi. Prandaj kërkuam ndihmë financiare. Bashkëpunëtorët tanë të krishterë nuk hezituan. Sot ajo qendër rehabilitimi ka 50 banor që kujdesen për 70 kokë baktish dhe drejtojnë një furrë buke e bashkëkohore. Në qendër kemi edhe sera për kultivimin e bimëve dhe shpërndarjen e tyre. Por nuk mbaron me kaq. Alo? Zemër, jam shumë i gëzuar. Na kanë kërkuar një kamion tjetër me tjegulla për shërbesën. Lavdi Perëndis. Fiks në kohën e dur, do të thosha unë. Kisha në Rumani ka nevojë për tjegulla. Në vendet e varfra kishat nuk kanë as dysheme. Të paktën t'ju sigurojmë këtë pjesë. Kjo është si mrekullia e Jezusit me 5 bukët dhe 2 peshqit. Shiko çfarë ka bërë Perëndia. I ka shpërblyer përpjekjet tona. Po të keni besim sa një kokër si napi, do t'i thoni këtij mali, zhvendosu nga këtu atje, dhe do të zhvendoset, dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. Një ditë telefonova Pentagonin dhe bisedova me një burrë që e kisha takuar për herë të parë gjatë kohës kur ai ishte rreshter në Fort Campbell.
Ai erdhi në qendrën e krishterë ushtarake që unë drejtoja dhe vazhdoi shkollën biblike. Më pas u diplomua dhe u bë kapelan. 30 vjet më vonë u bë general. Ne mbetëm miq të mirë. Harold, gëzohem që po të dëgjoj. Urime për pozicionin e ri. Komandanti kapelanëve. Të falenderoj. Kjo është përgjegjësi e madhe. Por ti je personi që Perëndia ka zgjedhur. Shpresoj të kesh kohë të lirë që të vish këtu dhe të ndash një mesazh në kishën tonë. Edhe po nuk e pata kohën, do ta gjej. Mrekulli. Ne kemi ende shumë ushtar që vinë në takimet tona. Ata do të donin të dëgjonin se si je shpëtuar dhe se cila ka qenë eksperienca jote në Kore. Dua t'ju tregoj se si qëndroja në vijën e parë ushtarake dhe ndaja dashurinë e Jezusit. E kam ende një letër që më ke dërguar në lidhje me këtë. Perëndia e ka shpërblyer besnikërinë tënde. Harold, ai i ka shpërblyer edhe besnikërinë tënde. Kam dëgjuar për shërbesën tënde të tjegullave dhe punën që bën në Rusi. Tani kemi 12 jetimorë që ndajnë dashurinë e Perëndisë. Njeriu besnik do të mbushet me bekime. Përveç udhëtimit vjetor që bëjmë në Rusi, ne bëjmë edhe takime ungjillizimi në qytete të ndryshme të vendit. Perëndia gjithmonë i ka bërë të frytshme takimet tona. Unë dhe Fej kemi 3 fëmijë të cilët i shërbejnë Perëndisë dhe 6 nipër e mbesa. Ai na ka bekuar me të vërtetë. Dhe çdo gjë që kemi i detyrojmë Jezus Krishtit, shpëtimtarit ton. Jezus e tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati, përveç se nëpërmjet meje. Nëse nuk keni shkuar asnjëherë te kryqi, bëjeni tani. Na shkruani nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues. Adresa jonë është Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 329. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Harold Whitmer. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta, se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.